Gjendet trupi i pajeti 29 vjeçarit Ardit Beshiri. Pas 6 ditësh kërkimesh është gjetur këtë të premte trupi i pajeti 29 vjeçarit Ardit Beshiri nga fshati Shëngjun Niklosit. Forcat e kërkim shpëtimi, të cilat ishin shtrirë në terren prej ditësh, ka mundur të pikasin trupin e 29 vjeçarit rreth 2.5 kilometra larg vendit ku rrëmbyen nga uji dhe inertet të shtunën e kaluar. Pas konstatimit të trupit është punuar me kujdes për ta nxjerrë nga inertet që e kanë zënë poshtë, ndërsa në vendngjarje ishte dhe kryeprokurori i Dibrës Abaz Muça dhe grupi hetimor. 29 vjeçari Ardit Beshiri kërkoi që prit 3 majit pasi u fundos bashkë me mjetin eskavator teksa po punonte në një stog minerali në zonën e njohur si Qaf Burrel të Klosit. Grupeve të kërkim shpëtimit ju shtuan edhe ekipe nga forcat e sigurisë së Kosovës. Ardit Beshiri ka qenë duke punuar me eskavator në stogun e fabrikës së përpunimit të kromit, e cila muajt e fundit shfrytëzoi nga një shoqëri kineze. Në rrethana ende të paqarta mbetet çarja e rezervuarit nga vërshimi i ujit dhe inerteve.